Mjeku çudit botën, veza e zjerë trajton këto 4 probleme, ja kush duhet i konsumoj me njëherë. Një mëngjes i shëndetshëm ndoshta është gjëja e fundit që ju shkon ndërmend, por ekzistojnë mënyra të thjeshta për ta bërë gjithashtu vaktin tuaj të mëngjesit një prej vakteve më të rëndësishme të ditës. Përzgjedhja e vezëve të zjera mund të jetë një nga ushqyesit më të mirë, më të efektshëm që mund të shtoni vazhdimisht në menunën tuaj ditore dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përveç se ju ndihmon të humbisni në peshë, konsumi i këtij ushqimi do t'i ofrojë trupit tuaj të gjitha ato elementë të cilët i duhen për t'u përballur me aktivitetet dhe ndryshimet e organizmit gjatë ditës, duke furnizuar atë me lëndët e nevojshme ushqyese. Krahas këtyre detajeve, ekzistojnë edhe një mori arsyesh të tjera përse duhet i konsumoni vezët e zjera në vaktin tuaj të mëngjesit dhe cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni prej konsumit të tyre. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të ofrojë gjithashtu një metabolizëm më të shëndetshëm. Prania e aminoacideve thelbësore tek veza e bën atë të lehtë për trupin për të përqendruar proteinat e vezës në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Përderisa vezët janë të pasura me nivele shumë të mira të proteinës, ato mund të ndihmojnë në rritjen e metabolizmit, gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vezët do të ofrojnë 80 deri në 100 kalori për një vezë të vetme, por do të ofrojnë proteinë cilësore me element të rëndësishëm në parandalimin e komplikacioneve të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Shtimi i vezëve në dietën tuaj kryesisht në vaktin e mëngjesit do ju mbajë më të ngopur për gjatë gjithë ditës, duke parandaluar kështu edhe komplikacionet që ju kanosen. Vezët ju ndihmojnë të qëndroni më të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Vlerat e larta të sasive të elementëve ushqyes që gjenden te veza do të zvogëlojnë oreksin tuaj gjatë ditës dhe do të rrisin gjithashtu ndjesinë e ngopjes, gjë që është shumë e rëndësishme për aktivitetet tuaja. Shtimi i vezës në vaktin tuaj të mëngjesit është një burim shumë i mirë i kolesterolit të shëndetshëm për organizmin. Vezët rrisin nivelin e HDL-s, i cili njihet si kolesterol i mirë. Njerëzit me nivele më të larta të HDL-s kanë një risk më të ulët për të zhvilluar sëmundje të zemrës, gjithashtu edhe probleme të tjera serioze shëndetësore. Vezët do të përmirësojnë shëndetin tuaj të syve. Vezët përmbajnë 2 antioksidantë thelbësor shumë të rëndësishëm siç janë për shembull luteina dhe zeakanthina, të vlefshme këto për menaxhimin e komplikacioneve ditore dhe rigjenerim më të mirë të shëndetit tuaj. Ndaj shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një element më të mirë mbrojtës për shëndetin e syve. Vezët do të ruajnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të trurit. Ushqimi i dur është jashtëzakonisht i rëndësishëm për shëndetin tuaj të trurit dhe aktivitetet të duhura të tij. Këto antioksidantë lidhen me mbajtjen e shëndetshme dhe të sigurt të syve, gjithashtu edhe të trurit nga dëmtime të ndryshme. Vezët përmbajnë një sër vitaminash thelbësore dhe mineralesh, të cilat ruajnë funksionet e qelizave të trurit, kujtesën, sistemin nervor dhe mbajnë larg komplikacionet e tyre. Shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në funksione më të mira të qelizave të trurit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të merrni më shumë përfitime për shëndetin tuaj, shtimi i këtyre produkteve në dietën tuaj mund të përkthehet në një element mbrojtës më të mirë për shëndetin e trurit. Vezët janë të pasura me yndyrna cilësore. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak ndërsa ulin riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu duke parandaluar komplikacionet e saj dhe duke rregulluar nivelin e insulinës në gjak e përrjedhoj edhe nivelet e sheqerit në gjak. Dhe konsumi i vezës në rutinën tuaj ditore mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të niveleve të duhura të proteinave.
Vezët e zira natyrisht përmbajnë nivele shumë të mira të proteinave, element këto ditor shumë të rëndësishëm për aktivitetet tuaja të përgjithshme. Organizmi ka nevojë për forcë që të funksionojë në muskujt, por proteina është ajo që jep forcë atyre. Proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të ofrojë proteinë cilësore, gjithashtu edhe vitaminën A. Një nga vitaminat më të rëndësishme që gjendet tek veza është kjo vitaminë, siç është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e prekjes së tij nga dobësimi ose edhe nga verbëria. Ndaj shtimi i vezëve në dietën tuaj mund të përkthehet si një element i fuqishëm ushqyes në shëndetin e syve dhe parandalimin e komplikacioneve. Për sa kohë konsumoni vezët në vaktet tuaja ditore. Përfitimet që do të keni prej tyre do të jenë të menjëhershme dhe të larmishme. Ndaj konsumojeni vezët vazhdimisht në të mirë të shëndetit. Vlerat, përfitimet dhe ndikimet në organizëm do të jenë të menjëhershme dhe ndikimi do të jetë gjithashtu dobiprurës në vlerat e shëndetit. Vezët e zira janë përkthyer si një element mjaft i rëndësishëm ushqyes për të pasur kocka të forta. Ato mund t'i kombinoni gjithashtu në forma dhe larmi të ndryshme. Ndaj, përdorimet e saj në dietën tuaj do të jenë një nga përzgjedhjet më të rëndësishme ushqyese. Vezët e zira janë të mira për shëndetin për sa kohë nuk i teproni me konsumin e tyre. 1 deri në 2 vezë çdo ditë janë më së të mira për të sjellë këto përfitime dhe për të marrë gjithashtu ndikimet pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Sipas disa ullëtimeve të publikuara sipas Healthline, 1 deri në 2 vezë të zira në ditë është sasia që shumica e njerëzve konsumojnë dhe më së e këshillueshme për menaxhimin e komplikacioneve të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Nëse po kërkoni të rrisni marrjen e proteinës në konsumet tuaja ditore, atëherë vezët e zira janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese. Për sa kohë konsumoni vezën e plotë, përgatituni të merrni vlerat e saj të rëndësishme në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vezët dikur konsideroheshin si burimi kryesor i yndyrnave të pashëndetshme për shkak të kolesterolit të lartë dhe problemeve të zemrës. Fakti që vezët janë shumë të rëndësishme për dietën tuaj i bëjnë ato një përzgjedhje fantastike në menaxhimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së shëndetit tuaj. Një vezë e madhe ofron 186 mg kolesterol dietik dhe zirja konsiderohet të jetë një nga produktet më të rëndësishme ushqyese që mund të ofrojë të gjitha përfitimet kryesore që do të merrni nga shtimi i vezëve të zira në dietën tuaj. Ato do të përkthehen në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Vezët e zira janë të mira për shëndetin. Ato janë një burim i shkëlqyer i proteinave cilësore që mund të mbajnë larg komplikacionet e tij. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës. Janë të larta gjithashtu në vitamina dhe minerale të ndryshme duke përfshirë vitaminën A, vitaminën B, vitaminën B12, vitaminën D, jodin, folatin e të tjera. Të kombinuara këto së bashku mund të jenë gjithashtu një nga përzgjedhjet më të rëndësishme ushqyese në dobi të organizmit. Por a duhet të konsumojë në të vegjëlit vezë? Të vegjëlit mund të hanë një vezë të zirë çdo ditë. Vezët janë të pashura me minerale të hekurit, folatit, proteinave, acideve yndyrore omega 3, të cilat janë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe gjithashtu mbajnë larg komplikacionet e organizmit. Shtimi i vezëve të zira në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një element më shumë ushqyes në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Të rriturit mund të konsumojnë 1 deri në 2 vezë çdo ditë. Kështu ndikimet e saj në organizëm do të jenë të plota, të fuqishme dhe do të mbajnë larg gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosen. Vezët siguroni t'i konsumoni sa më natyrale për të evituar kështu komplikacionet e organizmit dhe për të rritur rezistencën e trupit tuaj. Kështu, vlerat që do të merrni do të jenë fantastike dhe dobiprurëse për ju dhe shëndetin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.